Në ditët me shi, qarkullimi i automjeteve shtehet i vështirë në rrugët e fushave sportive Shtoj-ri në drejtim të liçenit të Shkodrës. Përveç mbi 400 familjeve dhe bizneseve që u shërben kjo rrugë, aty ndodhen dhe disa fusha sportive të cilët sidomos në fundjava mbledhin qindra sportistë të apasionuar pas sportit. Banorët e quajnë të pajustifikueshme këtë gjendje prej rreth 3 dekadash, si në kohën kur ajo ishte zonë me njësi komune, ashtu dhe pas përfshirjes në Bashkinë Shkodër. Nëjna familjet e para që kena ardhi të fillën mas 97, i tu. Pra dhe me thonë, edhe qërë një kja rrugë ishtu, ma e mirë ka ke në të kohë se sasët. Ati të bashkis duhet mi arë tërp që tangë të qytetarë këto që janë zonë edhe të legalizume, nëjna të legalizume këto. Mas më arë me pru i sen, as në kanë pru dritë, as në kanë pru rrugë, as në kanë pru internet, as në kanë pru gjithë shka vetëm me forcat tona, më vlau, gjithë shka vetëm me tonat. Pra, kja është e dhimshme. Veni ku jetojmë na i tu, kam 4 fëmijë që i rresin një këtë veni të unë si qytetar, s'kam asi drejt më kare me pasur i rrugë të mirë, e turpshme, menoj. Ne nuk e kena problem se në kjo kamion, ky futet kudo, kudo. Nësa problemi është tante familjarët që kanë vetura, kanë folistradat mira, ata e kanë ma problem se sa na, se nësa unë jam shofer kompanije. Ma probleme kanë këta familjarët, sepse më kanë nalë disa herë edhe më kanë pyet në lidhje me shtrimin. Mirë po unë nuk jam as kompetent sa mi thanë atyne që do shtojt rruga, do të bëhet rruga, kupton? Kena shumë shqetësim se bëhet me gropa, me uje, me probleme me kalu me makine, na kalu shpesh këtu. Po herë thonë pun kanalizimet e ujnëve, tash i kanë bërë kanalizimet edhe të shohim. Kjo rrugë nuk është më gjatë se 1 kilometër deri në brigjin e liçenit të Shkodrës, nga të dy anët e saj ka shumë lloçe banimi të krijuara nga ndërtimet pas viteve 1991, me banor të ardhur nga fshatrat të mbi Shkodrës dhe zonat e thella malore. Banorët kujtojnë gjithnjë premtimin e fushatave elektorale më pas heshtjen. Para pak muajsh ka nisur puna për ndërtimin e ujësjellësit dhe ata kërkojnë që dhe rregullimi i rrugës të jetë pjesë e këtij projekti për t'i dhënë fund kësaj gjendje të rënduar.